Qëndresa, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe gjitha informacionet. Grupi për studime juridike dhe politike ka shprehur shqetësim lidhur me vendimin e kryesisë së Kuvendit të Kosovës për të rishpallur konkursin për pozitën e sekretarit të përgjithshëm të marrë më 30 mars. GLSP vlerëson se vendimi përbën shkelje ligjore, pasi kryesia ka anashkaluar procesin e rregullt të rekrutimit, duke mos përzgjedhur asnjërin nga kandidatët e ligjshëm dhe duke rishpallur konkursin pa u përfunduar procedura ligjore. Sipas GLSP-s, anulimi i konkursit mbi bazën e vetme të mungesës së votave pa verifikuar shkelje të tjera ligjore, krijon një precedent të rrezikshëm dhe minon meritokracinë, profesionalizmin, depolitizimin dhe mos diskriminimin. GLSP i ka bërë thirrje kryesisë së Kuvendit që të rishqyrtojë vendimin dhe të përmbyllë procesin përmes emërimit të njërit nga kandidatët fitues.